sot është kjo. Edhe super shumë bukur. Tani le të dalim dhe të ikim. Mirë mëngjesi, dhe unë me flokët e mia peshkureje. Kam bërë mirë që i kam prerë, jo për faktin se i doja kaçurela, nuk më pëlqejnë fare kaçurelat, por që në stinën e pranverës dhe më pas do vi vera. Nuk duket avioni nga pas. Ishte shumë e bukur, super shumë e bukur, nuk u duk fare. Dhe po thoja që floku lahet më shpesh, djersit më shpesh, edhe floku mua po më binte shumë për shkak të tiroideve dhe mungesës së vitaminës D, gjithashtu edhe të vaj të peshkut, që unë nuk është se i pi rregullisht. Vaj i peshkut më shkakton dhimbje stomaku, plus gugësi, nuk e di si i thuhet, gugësi shumë, ne i themi gugësi, disa i thon gogësi, nuk e di. Unë do t'i them atë time gugësi shumë, edhe ndjej vetëm atë erën e peshkut dhe filloj të mosat, kem probleme me stomakun. E pi për e pi rallë dhe kjo nuk është e mjaftueshme, pasi unë kam shumë të ulta, gjë që më bën shkakton rënien e flokut, vetë që këtë se kemi ndaluar tani. Edhe kështu, siç e shikoni këtu është ditë me shi. Ne do ikim të takojmë dikën në spital, edhe pastaj do kthehemi. Doja të shkoja përsëri tek Kashina, te ai tregu që zhvillohet, por filloi shiu dhe nuk e di nëse do jenë të gjithë aty. T'ishte kohë e vrentur, po do ishte super shumë mirë për flokët. Kam marrë linjen Moroccan Oil, atë që do ta shikoni në shtëpi. Gjithashtu, nuk e kam treguar këtu, por kam një muaj, 2 muaj gjë kur doli lançimi i Gizus, kam bler dhe maskën Gizu, e kam bler 42 euro. Kjo ka 1 muaj, 2 muaj, por unë nuk e kam treguar fare as në Instagram dhe as në YouTube, por tani që më kujtuan, do t'ja tregoj kur të vete në shtëpi. Edi po shkon që të marri kafe, edhe t'i çojmë edhe personi që është atje, t'i çojmë një brioche. Ndërkohë tër java ishte diell edhe sot po bën shi. Unë tani kam dalë sepse dua që të dekorojmë dhomën e, domethënë kuzhinën, dhomën e pritjes, se i kemi të dyja njësh aty, sepse të stinën e dimrit që është të vitit të ri e kam, të vjeshtës e kam, të verës e kam, se kam ato gjërat me bëqedhi që i keni parë edhe vjet, vetëm të pranverës nuk ka këtu. Kam kërkuar si tek Sheini, në këto sitet që kushtojnë më lirë, kam kërkuar, por jo, ndoshta tek vendet e tjera sigurisht që ndoshta mund të jenë, po unë këtu nuk Kishim mbaru habër. Mund jeni zhurëm tani edhe nuk është shumë mirë, kështu që do t'ju flas pak më vonë. Në rregull jemi tani, mund të them. Do shkojmë tek dyqanet që të shikoj çfarë mund të kenë nxjerr tani për pranverën, se unë dua ta dekoroj me ngjyrë roz ose roz të zënë, se roza e hapur nuk duket fare aty te ajo e bardha dhe te muri. Kështu që do shikojmë mos gjejmë ndonjë dekorim super të bukur. Sa po erdha në shtëpi dhe si që shikoni po tregoj të gjitha gjërat që kam bler. Disa i gjeta super shumë interesante te Pepka, por ndiqni më tej dekorimin. Shikoni këto fytyrën time të lodhur dhe injorojeni këtu, sepse sa e futa se filloi shiu
Edhe tani ka ardhur koha që të dekorojmë pjesën tonë të preferuar. Që ja thash dhe më përpara, kam kërkuar për gjëra të pranverës, por nuk kam gjetur. Dhe këto që gjeta, i kam marrë sa në internet, sa ndej, sa këti, dhe besoj se do bëhet kjo. Por në fillim, do fshim vendin tonë, dhe unë e kisha një si kjo, por e kisha të verdh dhe bëri mirë që humbi, sepse më duhesh një ros që kur të fshi të jem super bukur, logjik e femrës, por duke folur, duke pastruar të gjithë pjesën edhe me një tang, gjithashtu dua t'i tregoj qiririn që kam lerë, dhe ka një herë pastërtie pranvere super shumë të bukur, dhe do ta vendos te vendi vet. Te rafti parë do vendos edhe këta. Të e kam ngjyrosur vet, është ngjyrosur vet dhe doli në këtë ngjyrë. Do t'i vendos këtë qiriun tjetër, por do bëj ndonjë trëndafil, do ta gjej ndonjë, ose mos i gjej gjethe jeshile, nuk e di. Këtë pjesën këtu nuk ja tregova se do bëhesh e gjatë. Këto i kam lerë dhe i kam vënë, ku është? I kam vënë të gjitha vet, kam edhe dhe këtu në një lule roz, sepse nuk gjeta, por që aty tregoj njerë, kam lerë këto këtu, që kombinojnë me ngjyrën roz, kështu që pse jo, t'i vëm tani dhe paska njerë të dhëm koka, nga era e mirë që e ka, në qofse e riri të dhëm koka, po i vendos edhe këto të dyja këtu, dhe të bëhet një ngjyrë super. Më pëlqen shumë. Kështu që tani unë do dekoroj dhe pjesën tjetër dhe në fund do ta shikoni se si ka dalë springun e madh, por mora këtë dhe është Hello Spring, më pëlqen. Vendosa dhe këtë për cupcake këtu. Mirë mëngjesi nga një ditë tjetër, tani po dalim kashinat, sepse sot ka kashina, është ajo 4 javëshi i çdo të dielave që janë pashkët, deri te pashkët pastaj nuk kemi më. Kështu që do shkojmë atje dhe më pas do t'ju tregoj se çfarë ka atje. Për ata që nuk e din, dua të theksoj se Kashinat është një markato që ble rroba, ka edhe të përdorura edhe të lira me etiketë. Këtë çantë bleva te Kashinat dhe kushton Beçik çantë. Kush ka ardhur te Anisa? Shkojmë në një restorant të ham buk tani, sepse të kënaqemi dhe nuk duam të gatuajmë në shtëpi. Ndërkohë kjo këtu është mbledhur, është bërë rodhe, edhe unë e urej këtë rodhen këtu. Ta rregulloj pastaj edhe do t'ju tregoj çik restorante shqiptar, se ka vajtur njerë edhe nuk e kam treguar. Kurse këtë radhë të mundohemi që të tregoj disa fragmente. Se jetën gjeta ka marrë 2 herë baba. Do të them bash. Po, i kthen.
I kthena. Ka marrë 2 herë, një herë marrë për Markon, edhe një herë marrë për Markon. A few moments later. Mi ardhur se dua të shikoj nëse ka ikur ujë, por me sa shoh. Kujdesni e fëmi, kam edhe fëmijët. Shikojni zhurmën. Shikoni o zot. Kujdes Alena, e shuj ande. Se qa bëna do i dra një rosar. Ka Oreo, jo me ja këtu me. Që Oreo, shikoni pak Oreo. Që na shikon neve. Shikojni qik Oreon, si shikon, o dritë. Parlo, unë të riktu, edhe. Ciao, Ciao, sono Aleina, mi presento sul canale Java Nisai. Jemi këtu, bëjmë gjithë të rrugë që shikoni aty, edhe Përshëndetje. ka turp, ka shumë turp. Ka turp, por unë e filmova fshetas, kështu që i thashë të me zi shprehet në Shqip, ajo di të flasi dhe mirë shumë Shqipe, por e ndjente më mirë ta thoshte në italisht, edhe unë thash, okej, mund ta thuash në italisht dhe e filmova. Ka thënë, përshëndetje, unë jam Alena, edhe përshëndet YouTube-in e Anisës, me kaq sa mbaj mend, nuk e di. Kjo muzika sa e bukur e zogjve, shumë e bukur. Tani do shkojmë tek parku tjetër, të shikojmë nëse vazhdon të jetë e mbytur ajo apo jo. Jam këtu me kopen e dashur time që nuk më braktisej në asnjë vend, kështu që do ikim ta shohim së bashku. Jo, po e pin ujë. Sa do prapë unë kazino. Që i kam bërë shumë keq. Kam bërë projektin keq. Me boll. Koma pieno me ujë. Janë rosat atje poshtë. Po, janë edhe rosat që do t'i lëm rahat. Nuk i bezdisim tani se janë e qetësinë e tyre, kështu që duhet të respektojmë edhe natyrën. Wow. Është duke filmuar akoma për të ma treguar mua. Shikoj. Kur unë e bëj shetas, shiko sa film të ka. E ka naze shumë, shikoj. Shikoj. Do të bëjmë si adha ime, thot. Amore. Në shtëpi